Pra rreziku I vetëm I sistemit ton politik është reforma si prokuroria speciale SPAK, e cila padyshim është armiku më I madh I tyre. Edhe kjo të vjetra për ditë nga dyja palët. Kryeminist Rama bën gjithçka që ajo të mos marrë frym. Ish kryeminist Berisha sulmon për ditë, Partia Demokratike sulmon për ditë, pra sepse ato të dyja janë prekur në mënyrë të dukshme. Ministrat, ish-ministrat, ish-kryeministra, zyrtarë I lartë, me është I prekur. Tani kjo do varet shumë sepse SPAK-u nuk mund të ketë fuqi ta bëjë të gjë pa përkrahjen e fortë ndërkombëtare. Deri ka qenë përkrahje e madhe amerikane. Për fat I madh. Ka dashur zoti që amerikanët nuk janë treguar SPAK-u. Pati një zbeje në janar shkurt, ose pati një tërheqje të grupit të ekspertëve që mbështetin SPAK-un, ekspertët e Departamentit Amerikan të Drejtësisë, ata u tërhoqën jo sepse ishte një vendim definitiv, por për shkak të rishikimeve të mëdha dhe riformulimeve të mëdha që po bëshin në Departamentin Amerikan të politika jashtë amerikane. Pasi ato politika u riformuluan dhe u riformatuan, u vendos që ato të rikthehen dhe ato janë aty në SPAK. Dhe SPAK-u vazhdon të ketë fuqi mbështetëse të madhe nga amerikanët. Nëse do vazhdojë kështu. Edhe nëse do vazhdojë një përkrahje shumë e madhe edhe nga europianët, SPAK-u mbetet rreziku më I madh I dy partive të mëdha në Shqipëri. Pra, ai SPAK-u mund ta ndryshojë situatën. Pse mund ta ndryshojë? Sepse mund të godas qendra të mëdha pushteti të këtyre dy partive që koncertojnë veprimin e tyre kundër SPAK-ut, që kanë bashkë një njëjtën bazë ekonomike, një njëjtën bazë biznesit, një njëjtën bazë edhe të krimit, atëherë që si çmonton këto, sigurisht që sistemi do jetë më I hapur. Po u hap sistemi, do kemi seri tjetër. Edhe elektorale edhe politike. Kjo është, pra, e vetme gjë që shkakton shqetësim dhe ankth politikës së lartë shqiptare, asaj që ka 30 vite që dominon vendin, është vetëm SPAK-u. Tani, këto kohë kanë kaluar për gjykim dy dosje nga ana e SPAK-ut për në gjykatën e posaçme të njohura që kanë të pandehur tashmë të akuzuar dy liderë të opozitës, Sali Berisha e Ilir Meta, secili me hesape personale. Ke pritshmëri, si ke pritshmërit për gjykimin e tyre? Pritshmërit janë të tilla që gjyqi do zgjaten, do bëhen tërkuz, Shqipëria ende nuk e ka prodhu do të atë lloj drejtësie që tjetë e shpejt, e saktë, me I proces rregull ligjor dhe drejt ligjor që publiku të jetë I bindur dhe palët mos e çelin gojen për vendimin e gjykatave, në kuptimin që të dihet botërisht që këto janë vendime të sakta. Ju duke qenë kështu, ato do sulmohen, do të rigjen zvarr. Unë do doja shumë që gjyqi të ishte I drejtë, për në kuptimin që edhe Sali Berisha dhe Ilir Metës t'i ofrojë një gjyq shumë I drejtë. Kjo është elementare. Pra, mirë, po, kush e ndan këtë pastaj se shikon, këta e ndan edhe gjykata dhe prokuroria ndajnë edhe këta vetë. Se edhe këta vetë mund ta pengojnë gjyqin e drejtë. Edhe gjykata mund ketë tendenca, nuanca, nuk e di domethënë. Ose zhurmat në se varet kë quajnë gjyq të drejtë. Gjyqi I drejtë është gjyqi ku prokurori dhe avokati paraqisë prova debatojnë me njëri tjetrin, pa I mohuar drejt palës që akuzohet dhe duke I shërtuar në mënyrë të paanshme gjykata. Ky është gjyqi I drejtë. Problemi është këtu që ne domethënë nuk ka se ndodh kjo, sepse thash dherë, ende ne nuk e kemi krijuar këtë lloj, edhe po të gjyqtari I ndershëm nuk e krijon dot, sepse nuk të lën palët. Opinioni të gjitha. Mund të ishte zgjidhja që të bëheshin publik? Apo gjyqi të hapur janë, jo, në publik është ajo. Gjyqi do jetë. Jo, unë them seancë mirëfilli, domethënë transmetim gjithkohës, për shembull apo. Ja, pas ka kuptim ajo nuk mund bëhet ashtu. Jo, që ti shërbej transparencës them unë kësaj. Ja, nuk mund bëhet ashtu sepse është ka gjëra që janë sensitive, që nuk mund të dalin, nuk duhet dalin, nuk mund të jenë objekt I gallatës publikut, por ato janë të hapura. Njerëzit mund të marrin pjesë seancës. Jo, për shembull Ilir Meta pretendon transparencë të tillë. Po nuk është puna çfarë pretendon Ilir Meta. Themi çfarë është. Domethënë kërkon këtë po them. Gjyqet nuk mund të jenë objekt ku populli bë gallat. Gjyqet janë objekt ku njerëzit mund të marrin pjesë. Jo si për gallat. Pra, gjyqet kanë natyrën e vet, kanë shqyrtimin e prova, kanë gjëra delikate, mrena ka shumë pyetje dëshmitare, nuk janë gjitha gjëra të, pra kanë privatësi, shikoj kur bën gjyqet në SBA, nuk ka foto ka gjyq, kur. Bën një kështu ata një grafik, një pikturim, një kudion, çfarë. E kuptoj. Pra nuk lejohet. Ai është person privat. Personi X, Y, Z, kudion. Dëshmitari, pse do nxjesh trezor dëshmitarin, s'po kemi dëshmitarin. Pra do të them që nuk mund të jenë kështu si thoni juve, është natyra e kjo është e drejtë. Pra me qenë pyetje për të dyja, unë do doja që shikoj, të paktën deri tani kjo është një arritje e jashtëzakonshme. Jo për Sali Berishën dhe për Ilir Metën, po për të gjithë
grupin e madh politikanëve shqiptar që janë hetuar nga prokuroria. Është rast fatlum, bekim, që u arrit një ditë që ata që kanë qenë personat përprekshëm, ministra, deputet, drejtor, lloj zyrtar i lartë, të mund të hetohet sepse nuk hetoi. Prokuroria dhe gjykata e Shqipërisë në 30 sa vite kanë funksionuar vetëm për të hetuar dhe për të dënuar ata të shkretet që vjedhin i thes miell apo që zihen për i hugardë, zihen për i çati, zihen për një avllë, u diun pret në i pemë për sharrat e ngatun në njëri tjetrin. Pra atë bujit kështu kanë qenë mush. Po për njerëz të paprekshëm, pra për zyrtarë shumë të lartë korruptuar dhe për trafikantë dhe kriminalë të rëndësishëm të drogës, të fuqishëm që bënin ligj në Shqipëri, nuk ka ekzistuar prokuroria dhe gjykata. Fare. Kështu që është një gjë e mrekullueshme që më në fund disa njerëz paprekshëm po preken. Sigurisht që është shumë pak sepse do duhet që të dëshmohet fuqimisht që askush nuk është mbi ligjin. Drejtësia ka vetëm një parim, nuk ka parim tjetër drejtësia. Drejtësia ka parimin mbi ligjin nuk është askush. Mund të jesh mbret, mund të jesh general, mund të jesh komandant i madh, mund të jesh biznesmen miliarder i botës. Para ligjit ke atë fuqi që ka dhe ai që s'ka bukë në shtëpi dhe ai që jeton ka Këtë ditë po diskutohet shumë në fakt një detaj që ka dalë me zgjedhjen e treshës trupës gjykuese për dosjen Berisha, për dosjen Partizani, ku është Berisha e kanë fjalën, që gjyqtarja, kryesuesja, është kushërire afërt me deputetën demokrate Andia Ulliri për shembull, është apo Shiko, këto janë çështje të gjykatës, besoj, nëse ligji parashikon që të jesh Goca Xhaxhaj dhe një deputet të partisë ku kryetari i partisë është një gjyq, pra nëse kjo është konflikt interesi, duhet të largohet, nëse nuk është e parashikon ligj duhet vazhdoj gjyqi, se ai mund të jetë gjyqtare mrekullueshme, mund të jetë gjyqtare drejt, punë e madhe që Goca Xhaxhaj është deputet, po se është deputet Goca Xhaxhaj. Pra, duhet parë ligji, se unë nuk jam një ekspert i kodit penal tani, apo i kodit procedurës penale që të mund të gjykoj nëse duhet të rri apo s'duhet të rri ajo vajza në çështjen e gjykimit të Sali Berishës. Unë ditë them këtë gjë. Në qoftë se kodi i procedurës penale përcakton që të qenit Goca Xhaxhajit e një deputete të partisë, së kryetarit Berisha, është apo jo konflikt interesi, atëherë duhet dalë, nëse është konflikt interesi. Nëse nuk e thot, lu të rri në gjyq. Unë po thash herë domun ti mund të jesh Goca Xhaxhaj dhe mund të jesh gjyqtare shumë e pavarur. Mund të jesh shumë e largë se ke gjë fare, edhe mund të jesh korruptuar dhe e mbron. Pra, nuk është se varet nga kjo gjë. Sigurisht ne të prodhojmë zhurmë tani. Është relative thuam. Po patjetër që është relative. Kjo do varet nga procesi, po si turpa gjykuese ka 3 vjet, ka 2 gjyqtarë të tjerë. Tu se po se ka se gjyqësori këtë të mirë ka në një farë mënyrë. Ka shkallë të tjera. Sigurisht. Apeli kjo. Edhe pse është bërë kjo? Sepse duke qenë se gjyqësori vendos për gjëra jashtëzakonisht të rëndësishme, atëherë ai duhet të jetë streha e vërtet e gjithëve, kështu që për të qenë streha e vërtet e gjithëve ka nevojë që të kontrollohen vendimet. Pra në këtë kuptim do të them që do vendoset, unë kam besim që gjykata e krimeve të rënda ka kapacitetin dhe seriozitetin e dur për të caktuar një trup gjyqësore që nuk ka konflikt interesi me Sali Berishë. Këtë besoj. Është qartë. Ndërkohë nga për ta mbyllur, meqense e nisëm me zgjedhjet, se mbyllim them unë me to, nga këto ankimimet që shpesh edhe po rrëzohen, nga këto pretendimet për rinumrime tjerë nga kandidatë të ndryshëm, pret ndonjë Jo, nuk pres që Partia Socialiste dhe Partia Demokratike ti vën kapakun procesit, pra ta mbyllin me kapak procesin, sepse Partia Socialiste mos të merren me këto ankimimet? Jo, atë do punën do bëjnë, nuk se do merren, do bëjnë ankimime për politik, po jo për të zbardhur gjë. Jo, po ka kandidat, për shembull Ilir Ali Mehmeti pretendon. Nuk e lejon Partia Demokratike të dalë gjë aty. Shiko, Partia Socialiste nuk do zhurmë dhe Rama e tha në një qendrim që mbajti lidhje me kërkesat e zonës zhylametit të tjera për të par kutit ose për par diskjet. Pra nuk do, sepse nuk do që të hyjë në këtë lloj procesi të njollosjes së procesit zgjedhor. Po pra, opozita PD-ja e ka kaos këtë si PD-ja e ka kaos, por PD-ja nuk e ka kaos për të shpjeguar shqiptarëve që ç'a ndodhi. E ka kaos për politikën e brendshme të saj, sepse PD-ja e di që më mirë të thoj farës, më mirë të thoj u bën namizi pa u hap kutia, sesa të hapet kutia dhe dali gjë më e vogël nga s'të pretendon PD-ja. Kështu që PD-ja nuk ka interes as PD-ja. PD-ja ka interes që të rrijë në këmbë narrativa që ajo prodhon, jo fakti që dalin nga kutit. Nga kutit nuk kanë çfarë dalin fakte të mëdha. PD-ja ka prodhuar, ju e keni parë, diskutime, gjykime apo opinione hiperbolike. Jo 150.000 vota humbën, jo 500.000 vota u blen, jo 500 euro një vot, jo GPS në qendra kështu në zarfe, pra sepse është natyrën e
partive edhe të gjuhës populiste që të prodhohet një gjuhë hiperbolike. Kështu që nuk do as PD-ja, askush nga palët nuk do. Shiko, PD-ja dhe PS-ja janë të dy shumë të kënaqur me rezultatin, në një farë mënyrë. Partia Socialiste ka fituar zgjedhjet dhe di që do të fitonte. Partia Demokratike ka humbur zgjedhjet, di që do të humbte, por lidership për Demokratike ka kontroll të plot mbi Partinë Demokratike. Kjo është fitore për të. Ka patjetër. Kështu që nuk ka në interes të madh të hyjnë ndrallave tash me sepse nuk ka çfarë delën kutit, nuk del në gjë e madhe. Ndërkohë që demokratët bëjnë thirrje jo po hyrin në grevurinë ku vende jo shpresojnë ende ata tek ato janë thirrje, nuk i dim pra pas skena. Thirrje antarësh, ata dhe mund t'i dinë, po ka i problem. Qenia njerëzore nuk funksionon dot, po nuk shpresoj. Po, edhe kur e di që nuk ka. Kështu që kjo është që mund themi është iluzion, mund themi është wishful thinking, mund themi ne çfarë duam, por nuk funksionon dot. Ti mund ta dish me bindje të plot, por e beson sepse duhet ta besosh. Edhe ti as nuk e beson jo, po e bind veten tënde sikur e beson. Është një lojë që e bën truri njeriu. Po dhe kandidatët ku të gjejnë të drejtën tani, këto po e bëjnë hidhe prit, drejtohen KQZ, kasit, nga ana tjetër edhe DHL-ja në një reagim i lau duart për vete, tha unë nuk ngatërohem me këto akuzat që bën ju, politike financiare, s'kam pikëlidhje. Shiko. Të votën diasporës. Politika është kot kjo është. Politika nuk funksionon dot, po nuk prodhoi për ditë tagji, po të themi, për njerëzit. Ka një shprehje për amerikanët, tagji për lajmet e mbrëmjes tonë amerikanët. Pra, fodder for evening news. Kështu edhe prodhoi sepse duhet prodhu, jo se pra është qëllimi në vetvete prodhimi i tagjis. Duhet të hedhësh diçka njerëz, të han diçka. Kot është ajo po të han, pastaj nesër para nesër, pastaj puna, sepse njerëzit që punojnë ato kompanie skor, do të korrin për ditë. Një thashë them, një konspiracion, një rrem, një shpikje, një gjë. Ja, tani për shembull miratimi i Partive Popullore Europiane për të nisur një mision faktmbledhës në Shqipëri, siç e kërkoi Berisha, u plotësua, kështu që siç ka bërë dhe në disa vende të tjera. Do vinë ata. Jo, edhe demokratët ja. Ju hof diçka. Diçka do ndodhë kjo. Do vinë disa njerëz Partive Popullore nga Partia Popullore. Mora për shemb, si shembull. Do vinë, do takojnë Celebration, do takojnë dy njerëz tjerë, do marrin konferencë shtypi, do ikin, do thon pesë gjëra. Do thoj servisë pesë gjëra, do kaloj vera, do vi vjeshta, kështu nuk kaloj. Po, harrohet pastaj. Erdhën zgjedhjet e tjera pastaj. Nuk puna harrohet, nuk ka çat mbajt mend aty, është ajo kryhet vetëm për xhiruar. Duhet thjesht xhirojmë, tecim. Shiko, kur jam bicikletë, po nuk e dhe këmbë rrezohesh. Jepi tash vazhdo kjo punë.